Ka ndërruar jetë në spitalin e traumës Geri Bitri, 24 vjeçari, i cili u plagos një ditë më parë nga përplasja armatosur në Laç, teksa në gjendje të rëndë është edhe 26 vjeçari Amaril Dondoi. Një sulm me breshëri plumbash në drejtim të një mjeti në qytetin e Laçit la përpasoi 5 persona të plagosur. Ngjarja u raportua se ndodhi në orën 13:30 minuta të ditës së dieshme në afërsi të kishës së Laçit, pas një sherrri mes një grupi të rinj. Plumbat që u derdhën drejt mjetit kanë kapur edhe një grua të pafajshme, e cila ka qenë duke shitur shirinj për besimtarët që vizitojnë kishën e Laçit. Orët e vona të mbrëmjes së dieshme, policia e Lezhës bëri me dije se ka arrestuar 2 autorët e krimit, njëri prej të cilëve mbeti edhe i plagosur. Në momentin që të rinjt kanë qenë duke zbritur nga kisha e Laçit, ka pasur një përplasje të vogël mes automjeteve dhe më pas ata kanë debatuar me njëri tjetrin. Të plagosurit janë Angelina Gjeza Shitësja, 58 vjeçë, Amaril Dondoi, 26 vjeç, Liridon Ismaili, 26 vjeç, Daniel Gjeloshi, 26 vjeç, janë në spitalin e traumës. Eriu ka qelluar me armë dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes. Blut kanë arritur të identifikojnë 2 autorë, Daniel Gjeloshi, 27 vjeç, dhe Klevis Ndreca. 5 personat janë dërguar për mjekim në spitalin e traumës në Tiranë dhe mësohet se 2 prej tyre, Amaril Dondoi dhe Geri Bitri, ndodhen në gjendje të rëndë shëndetësore. Pranë vendit të ngjarjes, në kantierin e një pallati në ndërtim, është gjetur një armë zjarri tip pistolet që dyshohet se i përket autorit plagosjes së 5 fish në Laç.